Ndërkohë është sindikata e punëtorëve të radio-televizionit të Kosovës që ka njoftuar se të gjithë punonësit nesër nga ora 11 deri në orën 13 të gjithë sektorët në radio-televizionin e Kosovës do të hyjnë në grevë të përgjithshme. Kjo sindikat ka bërë të ditur se nëse situata vazhdon e paqartë dhe kërkesat e tyre nuk adresohen, atëherë do të marrin vendim për bojkot të shumicës së emisioneve dhe lajmeve në RTK. Gjatë kohës së grevës, krahas daljes së punës, do organizohen protesta dhe do ndërmerren veprime të tjera në ekran si shenjë protestës për situatën e rëndë që po kalon kolegët dhe transmetuesi publik, shkruhet në njoftim. Ky veprim është ndërmarrë pas zërimit të kërkesave tona dhe njoftimit të gjithë akterëve për katës 7 ditë më parë në përputhje me ligjin për grevat. Edhe njëherë bëjmë thirrje që menaxhmenti të marrë vendim për bojkotimin e fushatës zgjedhore dhe ngjarjeve me karakter politik. Nëse kjo nuk ndodh, sindikatët do të tërmarrë këtë vendim vetë, shkroi sindikata e radio-televizionit të Kosovës.